Unë e vi prej një katuni që quhet Shushica e Ult, komuna i Stogut. E kemi mbi emrin Salihaj. Një vendim i vështirë apo rastësi e jetës? Na si gjithë shqiptarët, kena mendu me gjetë pak ma mirë, po këtu kena gjetë ma vështirë, ma mërmendja. Pse mendon? Çfarë ishte vështirë? Domethënë fillimet e para këtu në Suedi. Po fillimet e para gjithmonë vjen për një vend tjetër, nuk e din gjuhën, s'ki për shembull të ardhuna, s'ki do të mja fillu prej zeros. A ke pas dikon që për shembull qoftë familja apo shoqënia që të kanë ndihmu gjatë fillimit tënd? Jo, familje nuk e kam këtu, asnjë kërkush prej familjes teme s'banon. Gjithmonë e kemi dikon që është, që i thojmë na sebep, ose dikon që tep një mundësi me të ndihmu me ardhë këtu. Si lindi ideja për të hapur një restoran dhe pse pikërisht këtu në Vekshe? Kur e marr vitin e parë këtu, domethënë banoj që 17 vite në Suedi, punën e parë që merr, që nuk e kuptojmë çfarë shumë gjuhën edhe jemi gjithmonë në varëm, kena punu një fabrikë të bukës këtu në Vekshe, që u thirr Vekbagar, i thojnë kjo bageria e Vekshes. Edhe masanena kom punu aty 6 vjet, jemi kanë dikon 17 shqiptarë që kemi punu bashkë në atë firmën aty, për masanena vendosa unë edhe mu bo pak si tepër ajo puna aty që e bëjsha të njëjtën, edhe lypa një punë tjetër, një hotel, që quhet Kusta Buda, është dikon 30 km prej këtuit, prej Vekshës, edhe aty kom punu 6 vite. Edhe që aty kom mësu shumë, e kom mësu, domethënë, gjithmonë kom pas qef me përgadit bukë, kuzhinën e kom darë gjithmonë, ama aty e mësu, qësh me thonë, kom mësu si thirrën senet këtu në Suedi, asë kom hecë për para aty. Po masanena kom thonë, po çka është kjo jetë kështu, pse me pununa gjithmonë për dikan, pse se përvojën qitë punën që e bëj këtu, pse se bëjën e vetë. Edhe për para 5 viteve, nuk jom kanë këtu që 3 vjetë jom kitë shpinë këtu, kitë fa restoranit që kemi, dhe më thonë e kemi qelë unë edhe djali një restorant tjetër, të vogël, e kena marru vetë, diçka krejtë kena prej fillimit. Edhe aty e kena fillu, mas po e kena fillu me 20 musafir, hajshin bukënditje, dhe u ban 40, u ban 50. Edhe u zgjeru ajo, mas 2 viteve e mora këtë restoranin këtu i kemi dikon 250 që hajnë për 2 orë bukë. Kemi edhe i qojmi 3 firma tjera që e marrin bukën me zditë, me thonë i qojmi në ora 11. Komplet javë? Komplet javë, aso për çdo ditë i qojmi të ta. Emri Violetas Shek, çfarë kuptimi ka për ty? Violetas Shek, Shek është një kuzhinë. Emrin tem... Që në shqip do të thotë kuzhina e Violetës. Kuzhina e Violetës. Emri jem është Violet, kështu që do me thonë edhe këtu të këta është ngjyra e vjollë, që me thonë, Violet, e thonë një ngjyrë, të shi ku më thonë e përshtati me qatë emrin e restoranit. Çfarë e bën ushqimin tënd të veçantë? Në Suedi, ma të veçantë që kena marru bukë, unë e marroj, dhe me thonë, receptin e tyne, po shijen e kasit e na, unë e përdori viget. Cila pijat mendon ti se ta kujton për shembull vendlindjen tënde? Këtu, që po, cilën pijat këtu e përgatit që ty ta kujton? Kur e marroj atë salatën me speca, dverë, djegës, kur e grimi atë par salatën kështu me djath, atëherë më shkon e një atë erën e specit që e kena një në Kosovë. Më vjen ajo vendlindja kështu shija. Si reagojnë klientët suedez, ashtu edhe shqiptarët ndaj mënyrës tënde të gatimit, si kur gatun ti? Shumë mirë, janë shumë të kënaqur, gjithmonë për shqiptarë, për shembull, se e bojnë porosinë ose e kanë një festo, e bëj bukën që e dojnë ata, dhe më thonë është krejt një ushqim si e përgatitim për vendit tonë, po këta suedez të janë shumë të kënaqur, tash mundi me pa edhe vetë,
kur të bëhet 12 ora, mushet plot ky restorani, dhe me thoni kemi 200 vende që mundën më ullë njerëzit. So, janë të kënaqur gjithmonë. Na trego Violeta si është ti shqiptare, me sakt kosovare, në diasporë në një vetë këtu si në Suedi. Gjithmonë i huj, kur nuk bëhem suedez. Edhe aty ku kom lind, aty mendoj gjithmonë ku e marr. Po është puna si ju kom përshtat veni tyne. A ndjen ndonjëherë se ke humbur diçka nga kultura jonë, apo përkundrazi, edhe sa mundohesh me rujt këto diçka fort në Suedi? Kulturën e hupim pak, në vërtet, se mundohem, është sjellja që asisoj se do të më përshtat vendit, për me mujtë më shku, me hec për para, këtu, se për ndryshe është gjithmonë. Po, nuk është keq, aso gjithmonë është mirë edhe aftë tjetër. A ndjen mall për Kosovën? Po, jo qatë shumë. Shkoni shpesh në Kosovë? Njëherë në vit. Njëherë në vit. E kom veç nanën që banon atje. Si e mban lidhjen me vendlindjen përmes ushqimit, familjes, apo ndoshta përmes muzikës traditës? Muzikën, unë punoj vetë si kuhar, aty në kuzhinë, përgatiti bukën vetë, të më thonë vi gjithmonë këtu në 7 ora ose gjysë në 7 në mëngjes, edhe lëshoj gjithmonë një muzikë shqip, kështu dhe më thonë e përdori muzikën shqip aty, ama, Çfarë do t'ju thoshe trive që kanë ëndra, por ndihen të pasigurt, për shembull kur jetojnë jashtë vendit, jashtë Kosovës? Po mendon këta që jetojnë jashtë Kosovës? Trive që për shembull dojnë me si puna jote që ke hap këtë biznes. Gjithmonë kisha thonë për trit edhe për çdo njeri mos mu tut me përvu. Është e vështirë si nanë? Nuk është edhe lehtë, po gjithmonë do të më kanë përgjegjësi vetë, do të më thonë, do të më jep fuqinë për çato që do të më punu përpara, do të gjithkush më provu. Edhe trit kisha pas shef më ardhë edhe këta këtu me pa jetën ndryshe që kemi. Punojmë shumë. Çfarë do të thotë për ty guxim? Gjithçka. A ke pasur paragjykime si grua emigrante që udhëheq një biznes në Suedi? Direkt kështu jo, po na shqiptarët folim ka pak, kena qef me përmen ka pak, po jo, apet janë gjithmonë mirë se ardhën, vinë këtu të une, më respektojnë shumë, do me thonë, për çdo vit e bajnë darkën e lamës, si i thojnë shqiptarët këtu, janë dikon 100 vetë, kur e kanë ditëlindje bajnë këtu të une, so jo me kënaqshme, jemi apet të lidhun, e mdo puna në ndonë gjithkon, po nëse kemi nevojë për njëri tjetër jemi aty ku duhet më kanë. Si e përshkruan Violetën e sot me krahasuar me atë që erdhen nga Kosova? Unë si mi përshkru, nuk e di, u kon gjithmonë është... A ka ndryshu diçka Violeta? Jo, asnjëherë. Asnjëherë. S'ka me ndryshu asnjëherë. As nuk është puna biznisit, as nuk është puna e personalitetit që jam, gjithmonë ka me kanë ajo që jem kanë. Cilat janë planet e tua Violeta për të ardhmen? Një jetë me shëndet, me jetu gjithë bashk. Aso gjithmonë do të më kanë njeri veç më kanë shnosh, do të më kanë për tjerat gjithmonë çka të vinë, mirë se vinë. A ke mendu në erë me qelë diçka në Kosovë? Jo, nuk më ka jep mundësia atje, kena pas, jena kanë të kufizum, kena jetu një katun, s'kena pas liri, s'kena pas, shpeshari kom thonë nanës, pse më isëm qove në shkollë, se na shta isha bo doktor, ka thonë, jo, rri se mirë je qëtu. Do shta e në kanë, s'ka pas edhe mundësi në atë kohë. O kanë puna e... Po sot, për shembull, sikur nëse ti pët mundësia sot, nëse kishe pas një mundësi. E kisha qelë, edhe atje do më thonë kisha ba atë njëjtën punë, si e bëj këtu edhe atje kisha ba. Këtu edhe atje. Me gjithë qef. Edhe ma me Armenia që kishë funksionu shumë mirë. Nëse do ta përshkruaj Suedin me 3 fjalë, cilat ishin ato? Veni qetë, është veni mirë, nuk është keq. Kur njetë s'kena mu ba suedez, jemi gjithmonë të ardhën për një veni tjetër, e kanë një respekt për neve,
po apet jemi. Prapë se prapë jemi të hujt. Prapë se prapë jemi të hujt, o kemi me kanë gjithmonë. Çfarë do doje që njerëzit të ndjenë kur largohen prej restoranit tënd? Çfarë mendon ti që ata të kishin me mendu diçka? Po mendon për suedez këtu, apo për njerëzit nga restoranit, për shembull, restorante. çka kishe dashti me mendu që kur del një suedez e han ushqimin tënd edhe del prej kësaj dere, për shembull, mendon diçka pozitivisht? S'ka ndodh asnjëherë. Aso diçka s'kom pas kundërshtim ose diçka kështu, gjithmonë janë dalë të kënaqt. Është një popull i qetë këtu, është një popull Do me thonë gjithmonë ke pas gjithmonë kom pas kritika për të mirë. për të mirë. Për të mirë. Sot përveç kësaj, na cila është menuja që keni me përgatit sot për drejt? E kemi edhe file pule, edhe është e marrume me atë sosën e kampion sosi, më ka thënë. Kurdhave, edhe oriz. I kemi, do me thonë, gjithmonë e qesim 2 llojesh për me mujt njerëzit me hangër pak. Kjo menuja e parë si e kemi, kjo është e përgatitëm prej derit, edhe gjithmonë e bëjmë edhe një tjetër, se mune me dikush se han mishin e derit. Se han mishin e derit, do me thonë e përdorim File pule. file pule. Shumë mirë. Mune me po atësh i masanena Komplet kuzhinën Komplet, se çka keni përgatit për sot. E kena sallatat i bëjmë, do me thonë janë të kryme, e kemi qita atje byfen për jashtë, e hapim këto në ora 11, që më unë njerëzit marrë me hangër bukë. I kemi, dikun dhe 250 vetë që hajmë për 2 orë. Çdo ditë. Çdo ditë. Përveç saj Violeta, a boni porosia nëse dikush don për shembull nëse ka një aheng ose diçka në shtëpi, dërgoni porosia të shtëpia? Me të vërtet po, shumë. Për çdo të shtune, si i thojmë na lunch, kjo është gjithmonë e qelim prej të hanës dhe i të premten, edhe më thonë gjithmonë shtuneve kemi shumë porosia. Gjatë vikendit. Kemi edhe festa bëjmë këtu. E ka dikush për shembull ditëlindje, dasma ose çdo të qoftë na ja heng. si do të qoftë. Kemi të përzim, kemi shumë si janë suedez, rumun, polak, shqiptar. Shqiptarët nuk bojnë për shumë, kanë qef mi bo festat në Kosovë. A boni edhe ushqime tradicionale nëse kërkohet prej shqiptarëve për shembull? Bojmë po. Cilat janë ato? Pa shqiptarët na jemi, nëse s'kja mish, s'ka buk. Kanë qef gjithmonë me pas mish lopës, e bojmë ato kompirat në tepsi që i porositin, 5 lloje sallat për shembull, edhe gjithmonë kanë qef diçka mish pule, e i qojmë ato porosit që i ba. Që na përshtatet neve. Që na përshtatet neve. Këtu është kati i dytë. Këtu e kemi katin e dytë, e jepim gjithmonë për këta që i bëjmë konferenca, ose qoftë fest, ose na një fest që i kemi. Kemi përmes ditës të e përdorim që s'ka vend atje poshtë i kemi dikon edhe 70 ulse që mund me përdor edhe që vi njerëzit gjatë drekës gjatë drekën. Për ndryshe kemi kështu, shijet. Po gjithmonë e rezervojmë ka pak për këto grupet më të mëdha që vinë, për ndryshe kemi funksionon mirë, këtu e kemi kicallën për një fest madhe. E kemi i thojnë këta projektor, kush i mangë konferencat këtu. është një shtëpi, një restoran që ka 600 kvadrat, është një shtëpi e madhe që e përdorim këtu. Violeta, knaqësi që ta ndave kohën me neve, faleminderit shumë. Faleminderit për juve. Se ki punë shumë, të presin shumë poshtë. Faleminderit.